أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه ومن اتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: نستعيذ بالله بسم الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, të nderuar shikues, fillimisht si gjithmonë falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, krijuesin e gjithësisë, për gjitha këto mirësitë pa numër që na dhuroi, e një ndër to më kryesorja, më rëndësishmja, jemi në fenë islame, që Allahu xhaleshanuhu e shpalli përmbar njerëzimin, duke filluar nga njeri i parë, muslimani i parë, pejgamberi i parë Ademi alayhis salam, baba i njerëzimit, dhe përfunduar me shpalljen e Kuranit famlart, ja munë fillimi i shpalljes së Kuranit në muajin e Ramazanit. Allahu xhaleshanuhu pra na dhuroi këto të mira, e ne gjithmonë do të jemi mirënjohës dhe falendërues ndaj tij. Njëherë shprehim salavat pejgamberit alayhis salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ngushtë dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salatu wassalam deri në kiamet. Ne nuk jemi sonte këtu për të mbajtur ndonjë ligjërat të veçantë apo ders, pasi që gjendemi në një institucion apo akademi ku gjithmonë tregu ders ligjërata të ndryshme, dhe çka do më dohem unë të them sonte diçka, ju me siguri e keni dëgjuar edhe më parë apo edhe lexu, po me që muaj Ramazanit është muaj Kuranit, muaj librit, muaj mësimit, muaj shkencës, muaj afrimit, muaj organizimit të mësimeve të gjithëmbarshme, edhe ne do flasim diçka, ndoshta do të përsëritemi, po edhe përsëritja nganjëherë do të ishte dobi si për na që flasim, ashtu inshallah edhe për ju që dëgjoni. Edhe pse i përcollëm 10 ditët e para të këtij muaji të bekuar Ramazanit, muaj të mëshirës apo rahmetit, Allahu xhaleshanuhu, nga sonte jemi në natën e 11, ditët e magfiretit apo netët e magfiretit, ne kurdo herë që lutemi për njëri tjetrin, kur bëjmë përhaj njëri tjetrit, inshallah kemi dobi, shfrytëzoj rastin pra gjithë juve, u bë përhaj këtë muaj të Ramazanit, si gjithmonë duke lutur Allahun xhaleshanuhu që gjitha ibadetet që kemi bërë gjatë këtij muaji dhe të t'i bëjmë të ardhmen, na i pranon, qetë në razin neve dhe gjithë muslimanëve anë mban botës. Unë për temë sonte e mërtova temën e kësaj ligjërate me një fjalë ndryshe. Do flasim diçka për këtë ndryshe. Po para se të hym te kjo fjalë dhe temë, pasi që i citova ajetet e parë të surës At-Tin, që ju me siguri gjithë e dini përmendsh, mbasi edhe ja jemi në këtë akademi të hifzit apo memorizimit të Kuranit, ku nuk është të flasish para mualimve, para muhafizve, po edhe hafizëve të ri të Kuranit që i kemi prezent, është kënaqësi e veçantë. Allahu xhaleshanuhu, siç e dini dhe keni dëgjuar shumë sure të Kuranit, sidomos ka fundi i Kuranit, betohet në disa krijesa, në disa çështje që janë shumë të rëndësishme për ne. Betohet për diellin në surën e Shams, betohet për hanën në surën e Al-Qamar, betohet për yjet, planetën në përgjithësi, pra
Allahu xhaleshanu kur betohet në diçka, ne muslimanët kur dëgjojmë apo lexojmë, na shtohet kuraja që të kuptojmë diçka më tepër. Se ato ajete që vinë bas kanë domethënie të madhe. Pra edhe surja e Tin fillon me betim. Allahu xhaleshanu betohet në dy pemë që janë shumë dobishme për ne, që nëse i konsumojmë, i përdorim, jo vetëm gjatë muajit Ramazanit, por gjithmonë. Betohet në dy vende të shenjta dhe mandej pason ajeti tjetër ku Allahu xhaleshanu neve njerëzve na dallon nga gjallësa të tjera. Wat-tini waz-zaytun. Allahu xhaleshanu betohet dhe thot pashafikun dhe ullirin apo zejtin. Wa turi sinin, betohem edhe në Turi Sinan ku filloi shpallja e Teuratit Musës a.s. wa hadha al-balad al-amin, dhe betohet në këtë vend të shenjtë apo Ka'ben. Mbasi Allahu xhaleshanu betohet në këto çështje, mas pari në dy pemë që janë shumë të nevojshme për organizmin tonë, dhe në dy vende të shenjta ku kanë bënë me shpalljen e Allahu xhaleshanu, Musës a.s. dhe burrës pejgamberit Muhamedit a.s. Atëherë Allahu xhaleshanu thot: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Dhe që kam krijuar njeriun në formën më të përsosur, fizionomin më të bukur. E gjithë e dim se ne, si njerëz, si krijesa Allahu xhaleshanu, nuk dallohemi fizikisht ndaj krijesave tjera, kërshi krijesave tjera, qofshin ato që lëvizin, kafshëve, tegra apo të buta, apo gjallësave tjera. Jemi shumë të vegjël fizikisht. Përsosmëria jonë apo bukuria jonë është më një cilësie që nuk ja ka dhënë asnjë gjallësi tjetër. Logjika të menduarit. E mand kësaj, me kësaj cilësie, me këtij sifati, Allahu xhaleshanu na dallon nga gjallësa tjera. Thotë kam krijuar njeriun në formën më të përsosur, më të bukur, pra fizikisht, edhe përsosmëria jonë është me anë të logjikës. Atë logjikës i dedikohet Kurani, nga logjika apo të menduarit që na i ka farë Zoti xhaleshanu lirinë e mendimit, e zgjedh njeriu besimin, e zgjedh fen. Me anë të lirisë mendimit i zgjedhim fjalët dhe veprimet tona. Gjitha këto pra ne njerëzit dallohen nga gjallësa të tjera me anë të logjikës. Që ja di përmendim disa kafsh që janë fizikisht shumë baja nga ne, si elefanti, gjirafa, delfinia që nëpër oqeane, që jetojnë janë shumë gjallësa të mëdha krahasim me ne. Mirë po njeriu është ai që me anë të logjikës, me anë mësimit, studimit, hulumtimit, arrin të kupton vetëm pse është njeri, pse jemi njerëz. Atëherë si ta kuptojmë këtë, si duhet ta besojmë Allahun xhaleshanu se është krijuesi i anët dhe i gjithësisë, dhe atëherë nëse këtë e kuptojmë, atëherë si mund që ne mos ta adhurojmë, ta falenderojmë Allahun xhaleshanu për to mirësi që ne ka falë. Kur tham fillim se ndryshe, ndryshimi në kërkohet neve gjithmonë, edhe në këndvështrimin islam, në çdo sferë të jetës. Ne si krijesë jemi ndryshe nga melaqet, një krijesë e Allahu xhaleshanu e padukshme për ne, nga çështjet e besimit, shartet e imanit, janë krijuara nga shkëndija apo nuri. Ato nuk hanë, nuk pinë, nuk kanë nevojë për ato gjëra që i kemi ne nevojë si njerëz. Ato shtohen me dhikrin tonë, me duat tona. Pra ne dallohemi nga melaqet se ne Allahu xhaleshanu ne ka dhënë këto cilësi që i kemi, të besojmë kush don edhe kush jo. Ne që kemi dashur të duan e pranojnë fenë islame, kur duan e kanë derën çet, dhe tjerët që nuk besojnë janë të lirë. Disa janë të krishterë, disa fe tjera, disa janë ateistë, politeistë kështu me radhë. Pra në këtë vërtetohet se Allahu xhaleshanu kështu na krijoi lirinë, ato liritë krijesore të njeriu, liria e mendimit, e fjalës dhe veprimit, na i ka garantuar Allahu xhaleshanu. E për ato jemi ndryshe nga melaqet. Jemi ndryshe nga gjatë Ramazanit, gjithë e dini se ja, nga imsaku deri në iftar, edhe pse jemi njerëz, edhe pse kemi nevojë për ushqim, ne kemi necesitet të melaqeve gjatë agjërimit. Jemi ndryshe nga gjallësa tjera se ato kafshët, qofshin ato të buta apo tegra, dallohen nga ne me instinkt, a ne tham fillimisht dallohemi me logjik apo të menduar. Allahu xhaleshanu
ku thamë në fillim se betohet në disa krijesa, disa planet, dhe në disa ajete tjera përshkruan reliefin e tokës, apo na i përkujton disa gjallësa apo krijesa që i ka kriju sipas pozitës gjeografike të tokës, sipas kushteve klimatike, si është devja kështu me radhë, që janë ato, me siguri ju kujtohen ato ajetet e Kuranit, efala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Ato që nuk besojnë, që japën përparësi logjikës, se nuk besojnë Allahun për krijues, nuk e shohin si janë të krijuara devet të përshtatshme për ato vende me temperatura të larta, dhe përshkruan me disa ajete tjera të tokën, dhe sipërfaqen e tokës. Edhe në fund disa ajeteve, nëse është fjala për jo muslimanët, thot efala yatafakkarun, a nuk logjikojnë, a nuk fiqirojnë, a nuk marrën mend tu vështru qiellin apo tokën, nën tokën, apo gjallësat që i ka kriju Allahu xhaleshanu, që shkojnë ka besimin. A kurse kur është fjala për ne muslimanët që besojmë, alhamdulillah, dhe mundohemi të adhurojmë Allahun xhaleshanu dhe shpresojmë te pranimi i lutjeve tona dhe adhurimeve tona, atëherë thot në shumë ajete të Kuranit, efala tatafakkarun, a nuk logjikoni, a nuk e shtini në funksion mendjen sa më tepër të gjykoni. Fjala fikr sipas disa apo të menduar logjik në Kur'an përmendet mbi 800 herë, nëse nuk e gaboj atë numrin e saktë. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, siç e dim, nuk ka folë me hamendje, gjithmonë ka folë sipas nevojës që kishte, sipas rasteve që kishte. O ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pejgamberi nuk ka folë me hamendje, por gjithmonë ka folë me inspirim, me shpallje nga Allahu xhaleshanuhu. E duke u bazuar në ato ajete ku Allahu xhaleshanuhu betohet apo i përshkruan gjallëse të tjera në qiell apo në tokë, kur përmendet fjala fikr në një hadith të shkurt që ka domethënie shumë të madhe, thot tafakkurun fi sa'a khairun min ibadati sana. Të logjikosh apo fiqirosh një çast sa më shkurt, një kohë sa më shkurt, është më e dobishme për ne musliman në aspektin islam, se sa të bësh ibadet nafile namaz një vit. E sikur të ishte e mundur që njeriu të bante ibadet një vit, mos shkojë në punë, mos bëjë punë tjera, ti përkushtohet Allahu xhaleshanu me adhurim jashtë farzeve nafile, ja siç i bëjmë nafilet gjatë muajit Ramazanit, taravih namazin, sikur të ishte e mundur. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë jo, më e dobishme do të ishte që ne për një çast mendojmë, të logjikojmë kush jemi, pse jemi njerëz, pse erdhëm në këtë botë, pse kemi lind, pse jetojmë, pse duhet me kalu për kësaj bote, pse duhet me vdek në saktimin e Allahut xhaleshanu, dhe pse do të ringjallemi në ahiret. Për gjitha këto pyetje që shkurtimisht i thash, këto kemi përgjigje. Në fen islame pra, me anë të Kuranit, kemi përgjigje apo nga hadithet, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, si gjithë pejgamberët e tjerë, kanë pas mrekulli, kanë pas mucize, gjëra të jashtëzakonshme. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pas disa nga ato, edhe nga mucizet më të mëdha që si kanë pas pejgamberët e përparshëm, e ka pas Isra'n dhe Mi'rajin, natën e udhëtimit të jashtëzakonshëm me Xhibrilin, që u bë farz edhe namazi, 2-3 vjet para hijretit, dhe muciza tjetër që na ka lënë mbrapa pejgamberi alayhis salatu wassalam është Kur'ani i madhërisëm, që Allahu xhaleshanuhu nga atëherë kur ja shpallte pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ja bëri me dije se me Teuratin, Zeburin dhe Injilin ngjajti deformime në librat e shenjtë përparshëm, pejgamberi alayhis salatu wassalam i shkojnë përmend se a thu mos po ngjan edhe me Kur'anin diçka të ngjashme. Allahu xhaleshanuhu duke ditur mendimin e çdo kujt, edhe në atë moment pejgamberi alayhis salatu wassalam, siç e dini dhe keni dëgjuar, se ja çoi garancën Allahu xhaleshanuhu për Kur'anin, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Unë me të vërtet jam duke shpallur këtë Kur'an o pejgamberi alayhis salatu wassalam ty, dhe do ta ruaj mbas vdekjes tënde derisa të jesh kjo botë. Për atë dhe kur flasim në ndonjëherë thonë, është bula e pejgamberisë se me Kur'anin përfundon shpallja e Allahut xhaleshanuhu. Dhe me siguri keni dëgjuar apo lexuar se
si mogjisa e Kur'anit është mos ndryshimi i tij, pra e kemi origjinal, si është shpallur pejgamberit alayhi salatu wassalam nga nata e 4 vitit 610 Mekke, ditë 13 apo ma vonë edhe në Medinë 10 vitet e fundit, deri vitin 632 para se të ndronte jetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, u kompletu Kur'ani edhe ashtu e kemi origjinal siç i është shpallur pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe me ajetin që citova Allahu xhaleshanuhu na garanton se Kurani nuk mund të ndryshohet apo falsifikohet siç ngjajti me librat e tjerë të shenjtë, Teuratin, Zeburin, Injilin apo broshurët, suhufet e pejgamberëve të përparshëm. Pra, Allahu xhaleshanuhu e garantoi Kur'anin me ajetin që e tham, se ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë nga ndonjë ndryshim eventual që do të mundohen dikush ta bën, siç e të mundohen një musliman me kuzhina të ndryshme anti-islame, siç i futet në radhë parë dhe të tjerët bashkëpunen me njëra tjetrën, me njëra parë me tjetrën, si të deformojnë ose të ndryshojnë diçka nga origjinaliteti i Kuranit, po s'ka mundësi pse Allahu xhaleshanuhu me ajetin që e tham paraprakisht e garantoi Kuranin se do të jetë kështu i pandryshueshëm derisa të jetë kjo botë. Edhe për ato quhet pejgamberi alayhi salatu wassalam Khatamul Anbiya, bule e pejgamberisë. Dhe një mbasi që jemi në këtë institucion ku mësohet përmendsh Kurani, po gjithashtu edhe me siguri edhe shpjegohet, nuk e kam letë edhe unë të flas para kolegëve hoxhallarëve që janë prezent, po edhe studentë apo hafizëve të ri. Allahu xhaleshanuhu pra e garantoi Kuranin me ajetin që e tham paraprakisht, dhe një nga mugjizat e Kuranit, siç e dim dhe keni ndëgjuar nga mualimët tuaj apo muhafizët tuaj, është edhe mësimi i Kuranit përmendsh. Allahu xhaleshanuhu në shumë vende në Kur'an betohet. E mbas atij betimi vjen diçka e rëndësishme. Betohet për diellin, për hanën, për dritën e kështu me radhë, se pa diell dhe pa hanë, pa lindje dhe pa perëndim nuk do kishte jetë. E mbas atij ajeteve Allahu xhaleshanuhu na mëson se si duhet t'u adim vlerën këtij nimeteve apo begative që i ka falë për ne, akose nimeti apo begatia më kryesore është që ne jemi pra në fen islame. E një nga mrekullitë apo mugjizat e Kur'anit është edhe mësimi i tij përmendsh. Mbas jemi në këtë qendër ku tradicionalisht, duke filluar nga mualimi mirënjohur, baba i mualimëve aktual, prindi i mualimëve aktual, që ka bën një punë që nuk mund të llogaritet në jetën e kësaj bote, nuk mund të bëhet hesab. Inshallah shpërblimin ai dhe gjithë tjerët që kontribuojnë në lidhje me Kur'anin, leximin, mësimin apo memorizimin e Kur'anit përmendsh, Allahu xhaleshanuhu t'i shpërblen në jetën tjetër në ahiret. Një nga ajetet e Kur'anit ku unë çdeshta ta citoj sonte këtu, para jush më siguri edhe keni dëgjuar apo e dini edhe përmendsh, që shumë e rëndësi, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadakallahu al-azim. Kjo ajet është në surën Sad, ajeti 29. Pra flas para hafizët Kur'anit, por megjithatë është e udhës të përmenden emrat e surës dhe numrat e ajeteve, që ta kemi parasysh, ta mbajmë mend, ku bëhet fjalë për vlerën e Kur'anit. Ky libër i shenjtë, pra Kur'ani, Allahu xhaleshanuhu që e shpalli pejgamberit alayhi salatu wassalam. O pejgamber, ta shpall aty dhe është i fritshëm, i bereqetshëm, është mubarak, i shenjtë. Që dabbaru ayati, që të thellohen mendime apo studime në ajetet e Kur'anit. Oli yatadhakkara ulul albab, dhe të marrën mësim dhe të marrën përvojë të zotët e mendjes. Pra Kur'ani dhe gjithë librat e shenjtë i dedikohen logjikës tonë, që thon paraprakisht se Allahu xhaleshanuhu na dallon nga gjallësa të tjera jo fizikisht, por na dallon me anë të logjikës. Atë logjikës i dedikohet Kur'ani për lexim, për mësim përmendsh, për tefsir apo komentime kështu me radhë, pse Allahu xhaleshanuhu me një tjetër ajet kuranor thot: "Tibyanan likulli shay", është sqarim, është shpjegim për çdo sferë të jetës. Pra, jo vetëm për siç është menduar përpara, vetëm për jetën fetare apo
ne musliman duhet mendojmë veç për ahiret, a kurse jetën kësaj bote tu alam tjerëve, jo muslimanëve, jo. Do kanë qenë ndoshta mendime të futura në për literaturë islame ashtu ndërmjet rreshtave, që mund të jesin edhe ebreizma, që nuk përkojnë me Kur'anin, se Allahu xhanuhu me këto ajete që jemi të i përmend dhe përkthim gjuhën tonë, na bën me dije se Kur'ani është udhërofis, po gjithashtu është i lanë në lirinë e logjikës njerëzit, përveç që ta mëson përmend, ta memorizon, pjesën hafizët Kur'anit siç jeni këtu, alhamdulillah, dhe çton edhe më tepër hafizët e Kur'anit. Pra, po është edhe ajo kryesore që ne të aq sa kemi mundësi në gjuhën tonë amtare, lexojmë literaturë, komentimin e Kur'anit, që të dimë vlerët e Kur'anit, përveç ajo që mësohet përmend ka vlerën e vet posaçme, që nuk diskutohet atë shpërblim, inshallah do kenë ato që kanë këtë interesim dhe do të kenë të arshmen Allahu xhanuhu në ditën e gjykimit. Po ajo që është kryesore se përveç asaj që duhet dim përmend në një sure të Kuranit sa për të falë namaz, farzi kifaje është që ne të kemi në mesin tonë hafiza, siç edhe kemi alhamdulillah në këtë çerdhe të Kuranit, dhe ajo që është kryesore, ne gjithmonë të lexojmë Kuranin në origjinal, të lexojmë përkthimet e Kuranit, varësisht për mundësive, të studiojmë ndërmjet shkencore që dalin nga Kurani, dhe kështu atëherë jemi ma të përsosur me ato çështje që na kërkon feja islame në përgjithësi, e që Allahu xhaleshanu në mënyrë imperative na urdhnon nëpërmjet disa ajeteve të Kuranit. E duke shkuar nga ajo se muaji i Ramazanit, siç e dimë, është muaji i agjerimit. Agjerimi është një prej shtyllave të fesë islame, prej obligimeve që na kërkohen mbas imanit. Atëherë muaji i Ramazanit, mbasi është muaji i fillimit shpalljes Kuranit, e gjatë këtij muaji gjithë e dini, keni dëgjuar dhe lexuar se fjalët e para nuk erdhën vetëm një herë për ibadet ose për agjerim, po erdhën për lexim, mësim e studim në emër të Allahut xhaleshanuhu, se nëpërmjet mësimit, leximit dhe studimit arrihet te besimi i drejtë, arrihet te adhurimi i sinqert dhe arrihet te shfrytëzimi i begative të Allahut xhaleshanuhu që ka fal për ne, e që ne gjithmonë do të jemi mirënjohës, ta falenderojmë atë ditë e natë, dhe duke shfrytzuar jetën e kësaj bote nga mosha pjekurisë deri para ngrimit të jetës kësaj bote, ne kudo që jemi, kudo që shkojmë, kudo që lexojmë, kudo që dëgjojmë, përkujtojmë njëri tjetrin dhe atëherë shfrytëzojmë edhe të mirat e ahiretit, sevapet për ahiret, që shpresojmë që Allahu xhaleshanuhu gjitha këto ibadete që mundohemi të bëjmë gjatë të jetës, gjatë të vitit, por sidomos gjatë këtij muaji të shtetë Ramazanit, që është edhe muaji i shpalljes Kuranit, i muaji i mësimeve apo studimeve të Kuranit, tefsirit të Kuranit, siç edhe është praktikë të gjithmonë në përshekuj, në përgjithësa xhamitë e botës, gjatë muajit Ramazanit, pra shfrytëzohet dita dhe nata për të kultivuar edukata islame, për të shpjeguar, komentuar Kurani, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të jemi sa më afër atyre urdhrave të Allahut xhaleshanuhu me përpikshmëri, dhe sipas asaj që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të kemi dobi për shëndetin tonë jetën e kësaj bote, të kemi dobi për jetën tonë familjare, shoqërore, ekonomike e kështu me radhë, ne si musliman, po gjithashtu me raportet edhe me jo musliman, që të kemi dobi kudo që jemi me fjalët tona, me veprimet tona, me sjelljen tonë, të kemi inshallah të mira dhe sevape edhe për ahiret. Allahu xhaleshanu është poblet që dëgjohet edhe pse keni dëgjuar edhe përpara, po ja për fund do ta përfundoj me një citat kuranor ku Allahu xhaleshanu thotë: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Përsëritë përkujto, pra Allahu xhaleshanu urdhëroi pejgamberin, përsëritë përkujto, i njëjti ajet vazhdon për gjithë muslimanët kurdoherë, se me siguri përkujtimi apo përsëritja është dobi për besimtarët. Edhe nëse ne kemi përsërit diçka, kemi përkujtuar pra vetën mas pari, edhe juve, edhe inshallah edhe dëgjuesit, që të kemi dobi inshallah gjatë këtij muaji që është muaji i agjerimit, muaji i mësimit, muaji i studimit, muaji ku beneficianet janë shumë të mëdha, pse është edhe muaji i Kuranit. Wallahu ta'ala alem, Zoti shpërbleft, Zoti xhaleshanu ne pranoft adhurimet tona, namazin ton, agjerimin ton, sadakat tona në përgjithësi, na qohet gjithmonë për hajër muaj Ramazanit. Allahu xhaleshanu i shpërblet që dëgjohet ju edhe ato që do përcjellen nëpër rrjetet sociale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita Allahu xhaleshanu qofshin gjithmonë mbi ju, ne dhe gjithë muslimanët anë mban botës.